Të nderuar shikues, mirë mbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama i përgjigjet gjyqtarëve, deklaratat për pagat janë të papranueshme, shoqata është bërë si një parti politike pa lidhje me pushtetin gjyqësor. Parlamenti diskuton situatën e sigurisë në gjykata pas vrasjes në krye të detyrës të gjyqtarit të apelit Kalaja, kërkohet rikthimi i forcave të policisë. Ekzekutohen 20 nga 33 masat e sigurisë për dosjen Kurum, por prokuroria thotë se mbetjet janë të rrezikshme, kompania tentoi ta fshite këtë fakt. Banorët e rjollit në Velipoj vjojnë protestën kundër ndërtimit të resortit turistik, përplasen me forcat e policisë, një prej tyre humb ndjenjat. Vjojmë më gjërësisht, deklaratat e gjyqtarëve për çështjen e pagave janë quajtur të papranueshme, të pajustifikueshme nga kryeministri Edi Rama. Ai e krahasoi shoqatën e tyre me një parti politike që nuk ka asnjë lidhje me pushtetin gjyqësor. Rama nënvizoi se rritja e rrogave do t'i kushtojë buxhetit të shtetit 37 milion euro. Kryeministri Edi Rama ka paralelizuar qëndrimin e shoqatës së gjyqtarëve lidhur me çështjen e rritjes së pagave me atë të një partie politike. Sipas Ramës, kërkesat e tyre nuk janë të drejta, ndërsa po kërkojnë të ndërhyjnë në politikën e pagave. Befas shoqata e gjyqtarëve shfaqet publikisht si një parti politike me një gjuhë të papranueshme dhe të pajustifikueshme për ata të cilët përfaqësojnë pushtetin gjyqësor, pra përfaqësojnë një pushtet i cili arbitron dhe jo një arbitër i cili thot bilbili është imi, topi është imi. Shefi i ekzekutivit nuk i kurseu ironit, duke i sugjeruar gjyqtarëve që të regjistrohen si forcë politike. E gjithë kjo tymnaj populiste, po kush jeni ju që i jepni vetes të drejtën të bëni përcaktime të tilla? Tymnaj populiste. Jeni parti politike? Regjistrohuni si parti politike, dilni në garë, edhe mbroni platformën tuaj dhe pastaj bëni dhe ju, siç bëjnë plot, luftën. Rikujtoi se rritja e pagave të gjyqtarëve, sipas kërkesës së tyre, do t'i kushtonte 37 milion euro buxhetit të shtetit. Ju kërkoni që paga në gjykatën e lartë shkoj 5.800 euro. Dhe ju kërkoni që pagat e prokurorëve të Spakut, të cilët edhe herë tjetër për Spakun e veçoj sepse nuk i është bashkuar dhe respekte, nuk i është bashkuar kësaj përpjekje absurde. Nuk ka firmosur për të qenë palë në gjykatë kushtetuese për ta çuar pagën e vet 9.800 euro. 9.800 euro. Rama nënvizoi se shoqata e Unionit të Gjyqtarëve është pezulluar nga qendra kombëtare e biznesit, sepse nuk kanë paguar detyrimet tatimore dhe kontributet shoqërore. Janë dy fish më të lartë. Vetëm disa orë pasi kryeministri Rama kritikoi kërkesën e gjyqtarëve për rritjen e pagave, shoqata e prokurorëve u solidarizua me togat e zeza. Në një deklaratë zyrtare thuhet se çdo formë retorike që synon të kthejë opinionin publik kundër magjistratëve nuk i shërben forcimit të shtetit të së drejtës. Por ky qëndrim është cilësuar si absurd nga kreu i qeverisë. Sipas kryeministrit, pavarësisht çdo retorike, qeveria nuk do të ndërmarrë asnjë hap për të rritur pagat e magjistratëve. Në fund, Rama kritikoi punën e prokurorëve duke thënë se ata kanë shkelmuar si askund në Europë prezumimin e pafajësisë, duke i kthyer arrestet me burg pa gjyq në një praktikë rutinë e cila ka njollosur Shqipërinë botërisht. Kryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor kërkoi nga Parlamenti masa shtesë për rritjen e sigurisë në gjykata, mes tyre ai renditi riktimin e forcave të policisë, ndërtimin e objekteve të reja, si dhe investime në infrastrukturën e brendshme.
Parlamenti dëgjoi sot institucionet e sistemit të drejtësisë e përfaqësuesit e qeverisë për problematikën e sigurisë në gjykatat e vendit. Çështja e cila u vendos në plan të parë pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja në gjykatën e apelit në Tiranë një vit më parë. Para Komisionit për mbikëqyrjen institucionale, kryetari i Këshillit Lartë Gjyqësor Ili Rusi deklaroi se policia duhet rikthehet në gjykata, por për të garantuar sigurinë duhen godina të reja, mbështetje financiare e ndërhyrje ligjore. Duhen forca të dedikuara, unë po them forcat armatose, po forca policore të dedikuara apo punojës të trajnuar për rritjen e këtyre qëllimeve. Ka gjykata në cilët edhe nëse ju na jepni një port detektori apo një skaner bagazhe si kund edhe ne na kontrolluan pajisjet kur hym në mjedisat e Kuvendit të Shqipërisë, nuk e ku e vendos atë. Zëvendës ministri i Brendshëm Xhamal Qefalia sqaroi se në 3 vitet e fundit ka pasur 23 incidente ku është kërkuar ndërhyrja e forcave të policisë në gjykata. Ne jemi të hapur nëse Këshilli i Lartë Gjyqësor që unë e kam përpara dhe kërkesën që ka paraqitur pranë Kuvendit kërkon që të ndryshojë diçka në mënyrën e organizimit të përgjithshëm, jemi disponibël të hapur për të bashkëvepruar. Në fund të mbledhjes së komisionit, kryetari Fatmir Xhafaj sqaroi se i gjithë procesi vizitave në gjykata, prokuroria apo në disa institucione të tjera, së bashku me seanca dëgjimore është ndërmarr pas kërkesës së Këshillit Lartë Gjyqësor që parlamenti të ndërhyjë e të garantojë sigurinë në gjykatat e vendit. Xhafaj shpjegoi se vendimet janë marrë me konsensus e kalendari i punës është përcaktuar gjithashtu me konsensus. Edhe pse nuk e përmendi SPAK-un në refuzimin e prokurorisë posaçme që deputetët zhvillonin një vizitë në këtë institucion, Xhavaj sqaroi se këto takime nuk synojnë të ndërhyjnë në punën e institucioneve të pavarura. Shqipëria është republikë parlamentare. Kushtetuta i ka përcaktuar një rol të veçantë Kuvendit dhe deputetëve si përfaqësues të vullnetit të popullit. Kuvendi në ushtrimin e kompetencave të tij kushtetuese të ligjvënies dhe kontrollit parlamentar shërben edhe si hapësirë dialogut institucional, ku ndërtohet mirë kuptimi ndërmjet pushteteve dhe konsolidohet kultura e bashkëpunimit ndërinstitucional. Normat dhe praktikat parlamentare nuk e shohin kurrësesi funksionin kushtetues të mbikëqyrjes parlamentare si monitorim të institucioneve të pavarura dhe sidomos ndaj veprimtarisë së tyre. Ndaj dhe nuk kanë as pak karakter ndërhyrës apo vlerësues mbi çështje konkrete të çdo natyre qofshin ato. Kryetari i Komisionit Fatmir Xhafaj solli në vëmendje se vizitat monitoruese janë praktikë që parlamenti e ka ndjekur prej shumë kohësh edhe gjatë legjislaturës kaluar. Për liderin e opozitës Sali Berisha, gjykata kushtetuese është vënë plotësisht në shërbim të Edi Ramës, duke ju referuar çështjes Balluku, kreu i PD tha se ky institucion është kthyer në strofullën e hajdutëve. Berisha mbrojti gjyqtarët lidhur me kërkesën e tyre për rritjen e pagave. Të dashur, Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha artikuloi akuzatash prandaj gjykatës kushtetuese, e cila edhe dje nuk arriti të marrë një vendim nëse SPAK-u mund të pezullojë apo jo nga detyra zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Në një konferencë me gazetarët Berisha deklaroi se kushtetuesja është ndëruar në strek ku mbrohen të korruptuarit. në një akt ekstrem vetëposhtrimi, ata të cilët kushtetuta i përcakton si garant të saj dhe i ka vendosur në pjedestalin më të lartë të piramidës pushtetit gjyqësor, ata po faktojnë para syve tuaj se janë strofulla e fundit e hajdutëve të narkoshtetit. Sipas Berishës, gjykata ka treguar në këtë çështje se zbaton urdhrat e kryeministrit. Kurse këta të paftyrë marrin penë institucionin kryesor të drejtësisë, gjykatën kushtetuese. Tjetri ngrihet si një degenerat njerëzor, si ai nuk ka tjetër. Edhe iken nga mbledhja, iken nga takimi. Berisha komentoi edhe kërkesën e gjyqtarëve për rritjen e pagave. Ai shpjegoi se në parim pagat janë kompetencë e qeverisë, por vuri në dukje se mazhoranca socialiste ka bërë vetë ligje në këtë mënyrë e kërkesa e gjyqtarëve për rritje page është e drejtë. Kurse ky vetë ka votuar piramidën, vetë ka votuar në kushtetut, ligjin. Ç'po kërkojnë shoqata e gjyqtarëve dhe gjykatësit? Të zbatojnë ligjin. Prandaj dhe unë nuk do isha kurrë në mbështetje të tyre, po të mos ishte kjo. Sipas kryetarit Partisë Demokratike, në këtë situatë ku ndodhet vendi me një gjykatë kushtetuese që nuk merr dot vendim për përplasjet mes SPAK-ut dhe kryeministrit Edi Rama, rruga e vetme janë protestat.
Siguria ushqimore dhe cilësia e produkteve shqiptare mbeten sfida më e madhe për sa i takon anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Për këtë qëllim, qeveria ka bërë gati një paketë ligjore e cila ka në fokus mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve. Një paketë re ligjore për forcimin e kontrolleve dhe sigurisë ushqimore është gati nga qeveria. Kjo nismë e re, e cila pritet të vijë së shpejti në parlament, është në përmbushje të direktivave të Komisionit Evropian për kapitullin e bujqësisë, i cilësuar si më sfiduesi sa i përket procesit të anëtarësimit në Union. Të përmirësojmë zbatimin e legjislacionit, forcimin e kontrollit, se si zbatohet legjislacioni i sigurisë ushqimore, rritjen e kapaciteteve të autoritetit kombëtar të ushqimit, si pjesë e varësisë direkte të ministrisë dhe zhvillimin e laboratorëve dhe garantimin e standardeve në pikat e kontrollit kufitar. Të mos harrojmë që një prej sfidave më të mëdha në procesin e sigurisë ushqimore, edhe në atë që transmeton media shpesh janë ushqime të skaduara që hyn nga jashtë. I pranishëm në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian ishte dhe ministri i bujqësisë Andi Salla, i cili vuri theksin te kontrollet e produkteve të importit dhe eksportit. Adresimi i rekomandimeve në raportin e Komisionit Evropian 2025 në fushën e sigurisë ushqimore, veterinarisë dhe fitosanitarisë përbën një komponent thelbësor në ecurinë e Shqipërisë në procesin e Bashkimit Evropian. Përmbushja e kritereve në këtë kapitull nuk kufizon vetëm parafrimin e legjislacionit, por kërkon ndërtimin dhe funksionimin efektiv të një sistemi kontrolli të baravlefshëm me atë të Bashkimit Evropian. Të pranishëm në Tryezë, përfaqësues të grupeve të interesit, theksuan se progresi sa i përket këtij sektori është ende i vakët, por ishte ministri Salla që i siguroi se qeveria do të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të rregulluar sistemin. Detajet të reja kanë dalë në dritë nga dosja e kontenjerëve me mbetje toksike. Hetuesit kanë arritur të provojnë se kurum dhe personat e përfshirë në këtë aktivitet ishin në djeni të plot të rrezikshmërisë së tyre. Sipas prokurorisë, lëndët në kontenjer kishin përmbajtje të rrezikshme për shëndetin e njeriut. 20 nga 33 masat e lëshuara të martën për mbetje toksike të kurum janë ekzekutuar. Policia e Durrësit dështoi të arrestoi 13 persona, mes të cilëve 5 përfaqësuesit e shoqërisë Kurum dhe pronaren e kompanisë Sokolaj, që kishte blerë mbetjet për t'i tregtuar në Tajland. Nga dosja hetimore del se të dyja shoqëritë kishin paraprakisht informacion se natyra e mbetjeve ishte e rrezikshme në shkelje të çdo legjislacioni, atij kombëtar dhe ndërkombëtar. Provohet në mënyrë të arsyeshme se prodhuesi mbetjeve të rrezikshme Kurum është në djeni të plot të ndalimeve ligjore kombëtare për menaxhimin e integruar të mbetjeve, për adherimin e Republikës së Shqipërisë në Konventin e Bazelit, për kontrollin e lëvizjeve ndërkufitare të mbetjeve të rrezikshme dhe asgjësimin e tyre, kodit doganor e të tjerë. Ka kryer një sër veprimesh në bashkëpunim me subjekte të tjera për të mbuluar natyrën e vërtetë të mbetjeve dhe për t'i eksportuar jashtë Shqipërisë e për t'i tregtuar ato brenda territorit shqiptar. Kështu, nga mostrat e marra në 11 prej 102 kontejnerëve të sekuestruar me mbetje, organi akuzës pas ekspertizës zbuloi praninë shumë të lartë të oksidit të zinkut, hekurit, të shoqëruara me plumb, bakër e shumë metale të tjera helmuese që shkaktojnë kancer. Nga akti ekspertimi rezultoi se materiali i analizuar është pluhur i grumbulluar nga sistemet e filtrimit të gazrave të furrës elektrike të çelikut. Nga mostrat e marra nga kontenierët e sekuestruar të shoqërisë Kurum, konstatohet prania e elementëve dhe përbërjeve të tyre që përbëjnë rrezik për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, që lidhen me rrezikun e toksicitetit për riprodhimin dhe ekotoksicitet, veçanërisht ndaj ekosistemeve ujore. Kontejnerët me 2800 ton mbetje që kishin destinacion Tajlandën u kthyen në nëntor të 2024 në vendin ton, pasi organizata mjedisore Basel Action Network ngriti alarm se brenda tyre fshiheshin tonelata me mbetje të rrezikshme. Kontejnerët po mbahen të sekuestruara në një fushë të hapur në Porto Romano të Durrësit. Bashkëpunëtori në vrasjen e ish policit Gentian Bejtja është dënuar me 24 vite burgim. Ilir Beqaraj është personi që ndihmoi ekzekutorin të largohej nga vendi i ngjarjes pas krimit. Gjykata e Tiranës shpalli fajtori Ilir Beqarajn për ekzekutimin e ish policit të burgjeve Gentian Bejtja.
Ai u dënua me 24 vjet heqje lirie. Atentati i 15 marsit të 2024-s, brenda rrethimit të shtëpisë së Bejtjes, rezultoi fatal pasi 30 plumba nga 50 gëzhoja që u gjetën e lanë atë të vdekur në vend. Krimi ndodhi në fshatin Larushk të Fushkrujës, ndërsa vetëm pak momente pas ekzekutimit, policia gjeti një automjet Land Rover të djegur në një rrugë dytësore që nga hetimet u zbulua se është përdorur nga autorët në vendngjarje. Pas djegjes së makinës, i dënuari ndihmoi atentatorin Flodian Plaku të largohet. Ky i fundit humbi gjurmët deri në 3 gusht të 2025-s, moment kur ra në prangat e policisë. Hetimet nxorrën zbuluar se Ilir Beqaraj, përpara se të kryej atentati, e ka vëzhguar Gentian Bejtjan pranë shtëpisë së tij me po të njëjtin mjet, gjë që është provuar nga GPS-i i makinës që kishte marrë me qira për të kryer krimin. Gentian Bejtja ka rënë edhe më herët pre disa atentateve të mbetura në tentativë në 2016, në 2022 dhe në korrik të 2023-shit. Për këtë të fundit, ish polici i shpëtoi atentatit, ndërsa viktim mbeti kunati i tij Ramazan Sino dhe u plagosën 2 fëmijët e mitur, 10 dhe 13 vjeç. Dyshimet janë se vrasja e tij lidhet me disa krime të ndodhura në Tiranë, Durrës dhe Fushkruj, për të cilat viktima ose ka qenë pjesëmarrës ose ka patur djeni. Pasi u mbyll për një periudhë thuajse 1 vjeçare, aplikacioni TikTok do të lejohet të përdoret sërish në Shqipëri. Këshilli i Ministrave vendosi këtë të mërkurë të shfuqizojë vendimin e datës 6 mars të vitit të kaluar. Pas këtij vendimi, i takon Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike të heqë masat për ndërprerjen e aksesit të TikTok. Qeveria vendosi mbylljen e TikTok për 1 vit pas vrasjes me thik të 14 vjeçarit Martin Cani nga një bashkëmoshatar i tij në nëntor të vitit 2024 në Tiranë. Ndërtimi i resortit në zonën bregdetare të Rjollit në Velipoj ka nxjerrë sërish banorët në protest. Ata tentuan të bllokonin punimet dhe përpasoj janë përplasur edhe me forcat e policisë. Për të tretën ditë radhasi, banorët e Rjollit në Velipoj të Shkodrës vijuan protestën kundër ndërtimit të një resorti luksos Buzdetit. 25 banorët që u shoqëruan një ditë më parë janë liruar dhe janë rikthyer sërish në protest me pjesën tjetër, por nuk kanë munguar përplasjet me efektivët e policisë, të cilët i kanë larguar nga rruga ku kanë nisur punimet për ndërtimin e resortit. Gjatë përplasjes me policin, një prej protestuesve nuk është ndjerë mirë dhe ka pësuar gjendje të fikti. Në këtë moment, protestues të tjerë kanë ardhur në ndihmë. Banorët paralajmërojnë për shkallëzim të protestës, përfshirë bllokimin e rrugëve dhe një tubim para dyerve të SPAK të Inten. Ata kundërshtojnë projektin që sipas tyre rrezikon 80 banesa dhe pretendojnë se pronat po u merren në mënyrë të padrejtë për t'i hapur rrugë ndërtimit. Nuk na ka sqaruar kush. Ne kemi që provat tona dhe i kena dhënë SPAK. SPAK-u nuk na është përgjigj. Nesër do jem të gjithë si fshatar, të gjithë para SPAK-ut për të kërku se si është vepru deri tani. Po na gapisin, ne bënë banalon pas decizion. Çfarë thon më tepër? Për ditë do vazhdojmë protestën tonë. Dhe nuk na lën. Që në kujt keni gat, filmoni prap. Po shkojmë me hi, nuk na lën. Protestuesit i kanë bërë thirrje edhe kryebashkiaku të Shkodrës Benet Beci që të ndërhyjë për zgjidhjen e situatës, duke theksuar se disponojnë dokumente ligjore dhe vendime gjyqësore për pronat e tyre. Resorti parashikohet të ndërtohet në zonën bregdetare ndërmjet Ranës së Hedhun dhe Velipojës. Kompleksi sipas projektit do të ketë sipërfaqe rreth 146 hektar, një nga investimet më të mëdha turistike në vend. Këtu kemi përfunduar, mi falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.